Përshëndetje shikues të nderuar, jemi drejt për drejt nga studia e televizionit të Prizrenit. Shpërndarja e aktiviteteve të opozitës në qytetet e Kosovës duket sikur do të krijojë një realitet të ri. A do të përçohet ky mesazh në qeverinë apo jo, mbetet të shihet, por pas protestës së Gjakovës pritet që edhe në qytete tjera të mbahen protesta të opozitës së bashkuar. Cili do të jetë mesazhi që do të jepet edhe nga protesta në Prizren, do të bisedojmë sonte me 4 zyrtar të opozitës së bashkuar. Ilir Baldeda nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Sabri Mica nga Bashkimi Demokratik, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Sinan Alia nga Nisma për Kosovën, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Arbër Regja nga Lëvizja Vetëvendosje. Faleminderit për ftesën. Arbër, e përfunduam me ju paraqitin e parë, po e fillojmë debatin. Cili është mesazhi, cili është menduar që të jetë mesazhi me shpërndarjen e protestave në qytetet e Kosovës? Është mbajtur një e tillë në Gjakovë dhe pritet që shpejt të mbahen edhe protesta të tjera në qytetet e Kosovës, apo besoni që situata do të zgjidhet para se të paralajmërohet ndonjë protestë tjetër pas zhvillimeve të sotme? Faleminderit fillimisht për ftesën. Mendoj që opozita në nivel qendror dhe opozita në nivel lokal është shumë e bashkuar dhe besoj që këtë bashkim e kanë sjellë 2 procese, pra 2 marrëveshje, marrëveshja për zajednicën dhe marrëveshja për demarkacionin me malin e zi. Dhe mbi bazën e kësaj kemi një opozitë e cila është konstruktive, është e bashkuar, pra me tendencë dhe fuqi për të ndalur këto 2 proteste. Dhe sigurisht që ne patëm filluar me peticionin, patëm vazhduar me aktivitetet të ndryshme, bllokime në Parlamentin e Kosovës, duke vazhduar në 28 nëntorin në një protest masive të organizuar së bashku nga ne, po ashtu nga ne pra si opozit në Prizren. Dhe tani pra po mendojmë që këto protesta të lokalizojmë si tubime protestuese edhe në komuna të ndryshme të Republikës Kosovës, pra në këto komuna të cilat janë rajonale. Kemi shkuar në Gjakovë, kemi organizuar një tubim protestues i cili ka pas pjesëmarrësie, domethënë mira vetëshe, një protestë në Gjakovë që domethënë natë për mas nuk ka pas protestë të tillë në Gjakovë. Dhe ato sigurisht e kemi bërë ne si opozitë e bashkuar, Vetëvendosje, AK dhe Nisma, me qenë se domethënë BD-ja nuk ka deg në Gjakovë. Mendojmë se të tilla protesta do të organizojmë edhe në për komuna tjera, dhe kur t'i vi rradha së bashku kështu siç jemi, do ta organizojmë një të tillë në Prizren me qëllim të mobilizimit dhe të organizimit sa më të mirë që në protestën e ardhshme, pra në protestën përfundimtare, ta ndalim një herë për gjithmonë zajednicën dhe demarkacionin me malin e zi. Sinan, cila është përshtypja juaj? A është duke reflektuar qeveria apo është duke vazhduar në 2 skaje të ndryshme, pozitë opozit? Unë shpresoj që mbas tubimit bllokut opozitar dhe këtë disponimit të qytetarëve që u bashkuan protestës, aty faktikisht reni edhe çësia re këto 2 kërkesa që ka shtruar opozita ka marrë një rafshtri. Dhe si rezultati i asaj të mund të ik provokime për shkak çësës së qeverisë, që po tregon një qeveri jo vetëm cinike, po edhe shumë koproce. Ku flasin jo tolerancën e protestimit të drejtës qytetarit për me protestuar në interesin e vendit. Unë kështu e shoh që ky refleksion tash në tubimin apo qytete tjera të Kosovës është thjesht si mundësi e ikës një provokimi raport qeveri opozit. Se njëra tjetër s'pje gjujnë fohet, kështu kjo mundësia më e mirë që mi ofru edhe thirrja liderëve opozitar, që gjithmonë të vinë qendër në krye qytet, se aty është administrata, aty është ndikimi edhe i faktorit ndërkombëtar, se përket kërkesave që ka opozita, është që partitë opozitare t'i ofrojnë qytetarit sa më afër. Një mas pari të krijojnë besimin në raport me ta, edhe dyta që thjesht kjo të merr fizionominë e vet, që ku të bëhet përmbyllja e gjitha qytetet,
me një takim gjithë popullor, në kërkesa shumë legjitime, që sot po shihet, edhe Bashkia Ndërkombëtare ka reflektuar pozitivisht, pavarësisht për fjalëve që thot opozita, pozita, që na kem shtetin edhe këty në misveton, qofshin ata evropian, qofshin amerikan, kjo faktikisht i ka dhënë një farë ndryshimi. Shkoj ishte interesant është edhe kërkesa e pozitës për me gjithë një lloj menaxheru, kështu më thuaj sa për menaxher, që tulmi, thuajse pozita nuk e ka ditë që vjet do të vinë një moment që do të ulmi ndryes e të diskutojmë këto gjona, masanena ajo të reflekton edhe drejt për drejt edhe në konvent. Pa u sqaruar gjonat, me ka nuk u bë, për shkak thjesht një mentalitetet dhe psikologjisë popullit tonë. S'po du me parafrazu edhe ish politikan të hershëm gjatë historisë të popullit tonë që ka mjaft thonje për mënyrën se si bojnë shqiptar politikën. Mi pa fati u gjet ai mik për Shqipërisë aty që erdhi thotë thjesht i bëni bashkë në ndryes. Kjo ka mujt më bëra pata. Mu pak po mdoket pak edhe ka fillu kjo relacioni e tendenca politike me morë i rrafsh jo serioz. Unë kështu e shoh. Kjo është mendimi jam personal. Nuk ka pas nevojë me marrë as John Kerry, sekretari i shtetit amerikan, me marrë atë mund për do gjona që kishte shumë realisht vetë me gjell. Pa asnjë problem këto, vetëm me një tolerancë edhe me mundësi të mendimit lirë. Dhe drejtës që i jepet, qoftë si pozitë, qoftë si opozitë. Do të respektuohet drejta edhe opozitës, po dhe respektimi institucioneve. Unë kështu e shoh. Kjo ka mujt më bëra edhe më herët. Po thjesht këto forma protestimit janë veç marrë drejt për drejt e qytetarëve, një dhonë thjesht të krijohet mundësia për liri të shprehur tyne. Nuk është vetëm qasje e opozitës. Kjo do të jetë qasje gjithë popullore. Ky është interesi i gjithë qytetarëve të vendit. Nuk ka të bëjë kurrë këtu as me vendosin, as me nismën, as me okën. Thjesht opozita ka marrë thjesht përgjegjësinë edhe obligimin që t'i delë në mbrojtje vendit. Për dy gabime teknike, qofshin se opozita sot po thotë kena bërë gabime në ashtat teknike. Jo do t'i shqyrtojmë, jo do t'i rianalizojmë ato, jo me dhe komisione tash për demarkacionin një komision ndërkombëtar. Nëse do dalim me një alternativë 3 edhe për punën e qytetës së Nicës, se nuk kena formulu mirë, se kena kuptu mirë, jo përkthimet s'ka ndalë mirë, se kena përkthy mirë, se kena përshtat. Po mirë, kjo është pjesë e politikës, janë favoret secili subjekt, sidomos pozita që ka mundësi të matmaja dhe ka menaxhim media, elektronike, të shkruane, pushteti, struktura shtetërore, e ka shumë alet që nesër mas nesër thjesht del që gjajsa ajo ka më parimore në politikat e vjetat bëmit shtetit, edhe dikull më na shkalu përsëri opozitë, edhe opozitën me lënë me një situatë të pavolitshme. Në këtë rrafsh, falë se na shta 5 gjati pak, në këtë rrafsh edhe opozita ka planet e veta, ka strategjit e veta, që nesër do t'i ngrejmë ana si probleme, në parime politike do t'i thojmë, ku ka gabu opozita, po jo t'i morëm na si dopsi tona. Kjo është, do më thonë, për momentin me situatë çfarë kemi. Sabrisht edhe që nuk pranohet publikisht, megjithatë protestat e kanë bërë vetën dhe kryeministri ka ofruar një takim opozitës që thotë se është i vonuar. Si shpjegoni krejt këtë proces deri tash, sa është e sinqert ftesa e kryeministrit për takim pas një kohë kaq gjatë? Rami, faleminderit për pyetjen. Unë do të filloj fillimisht pak më ndryshe me që ju dini Bashkimi Demokratik Selim e ka në Prizren. Andaj du fillimisht i falenderoj të gjitha strukturat e Bashkimit Demokratik, të cilët i kemi komuniku, i kemi taku, kemi mbajt takimet në vazhdimsi, prej se është ngrit kjo kauze gjithë kosovarëve. Andaj më lejoni që t'i përshëndes për mirëkuptimin dhe mbështetjen e tyre që na kanë dhënë dhe po na japin për çdo ditë. Për më kthyt te pyetja juaj, po, sinqeriteti ka dy anësi. Unë shoh që kryeministri bashkë me ekipën e saj ka bën një ofertë jo të sinqertë karshi opozitës. Unë po e shoh si një lloj tallje me opozitën, për arsye se kjo ofertë që jo është afru për gjoja se ulje bisedimesh në parlament tashmë është bërë demode në spektrin politik dhe ne e kuptojmë si një lloj blerje kohe që kërkon kryeministrin në këtë rrafsh.
Opozita është shumë stabile në këtë drejtim dhe dolja në teren nuk është e rastësishme. Shteti i Prizrenit kujtoi që do ta jep të vetën në kuptimin e asaj të bimit të cilit kur të na caktohet, se ende nuk e kemi caktuar për Prizrenin, se kur do të mbahet. Megjithse mesazhet janë të qarta sa i përket opozitës dhe nuk u përlidhëm pak edhe me pyetjen që ja parashtrove Sinonit që tha nuk ka pas nevojë me ardh Kerri këtu dhe me intervenu politikanët qofshin të rangut ndërkombëtar, qofshin ato kombëtar, Shqipërisë të stadione. Ardha e Kerrit ne e kuptojmë ma tepër si një domosdoshmëri dhe vetë biseda e Kerrit që ju drejtu popullit Kosovës që nuk u murë shumë me çështjen e opozitës, nuk u murë shumë me çështjen e problemit të opozitës që gjithmonë opozita na reklamon apo na si thush na shënjestron me lloj-lloj epitetesh. Ajo murë mas shumë ti me mesazhe shumë të qarta dhe të drejta që ne pajtohemi se në Kosovë është ka mbizotron kausi, mbizotron korrupsioni, mbizotron gjithçka çka është e keqe në raport me investimet që ka bërë SBA-ja në Kosovë. Dhe edhe ne nëpërmjet këtyre dy pikave që për momentin janë kauzë e çështjes kombëtare, jemi ka kërkojmë dhe jemi ka japim një sinjal të qartë edhe faktorit ndërkombëtar edhe këtij të brendshëm se çështja e problemit Kosovës me gjithë këto anomalitë të tjera që po e kalon Kosova është një çështje të cilën duhet urgjentisht të zgjidhet nëpërmjet ndërprerjes së këtyre bisedimeve të damshme. Dhe kjo është pika fillestare e opozitës, këto dy pika të ndërpritën, pastaj vinë në radhë ato çështje të tjera të cilat realisht e kanë shkatërruar shoqërinë tonë. Për mos me zgjat më tepër dhe po e përfundoj këtë pyetje në parë, unë e shoh pozitën dhe kryeministën e Kosovës zhagitjen, zvarritjen, dhënien e mesazheve gjithmonë ka e shtuna e premtja mas ditën në për këto mediat shtetërore që jo e hana do të na sjell gjona të reja dhe mos ndalimi apo mos stopimi i këtyre dy pikave të cilët ka i herë dhe japin një lloj mesazhi se janë edhe këta të pajtimit me diskutu. Këtu nuk është çështja vetëm edhe këtyre dy pikave. Këtu është çështja, unë e kuptoj që opinionit kosovar, opinionit brendshëm, me ja tërheq vrejtën dhe me harru opinionin e brendshëm domet e mëdha që ju kanë shkaktuar nga kjo keqeverisje këtij populli. Papunësia e madhe, gjonat të cilat nuk janë në nivelet e duara, premtimet jo të mbajtura dhe me një farë anashkalimin e aty në premtimeve ekonomike dhe sociale të cilat pushtetarët e sotëm i kanë dhënë para opinionit publik. Dhe këtu në shoh që këta pushtetarë kanë dëshirë pra deri ka janari apo mesi janarit me ble atë kohën edhe me dal me një lloj propozimi të ri që tash përafërsisht edhe na jemi në dieni se çfarë do të thonë. Për momentin kjo është. Ilir, qëllimisht lash në fund për dy arsye. Para, u zgjodh Gjakova sepse spaku nga jashtë mendohet se ka jashtë më fort në Gjakovë, dhe dyta, lideri i AKS Ramush Haradinaj duke se është më i qartë nga gjithë liderët tjerë dhe parasheh si zgjidhje edhe zgjedhjet e parakohshme. Po, faleminderit për ftesën dhe shpreh keqardhje që përfaqësuesi i LDK-s nuk është prezant kur shefi i tyre ka nënshkruar dhe nuk janë në gjendje të vinë të argumentojnë çështjen e tyre, vjen edhe shohim se sa serioz janë ata për ta qeverisur vendin dhe me ato marrëveshje të dëmshme. Zoti Haradinaj që me 5 gusht ka shkruar letër publike kryeministrit të Kosovës, presidentës dhe kryeparlamentarit të kuvendit për mos nënshkrimin e marrëveshjes të demarkacionit dhe për mos nënshkrimin e marrëveshjes të asasionit komunës. Do të thotë me 5 gusht, ndërsa marrëveshjet janë nënshkruar me 25 dhe 26 gusht. Çka lënë kuptohet kjo? Vet oferta e kryeministit aktual për takim me opozitën është jo serioze, sepse duke e parë rrezikun
e protestave, qoftë në 28 nëntor në Prishtinë që ishin gjithë popullore dhe këto në Gjakov, nuk do të thotë, unë nuk ja laj meritën as aleancës apo dikujt është blok opozitar, të cilët janë të lidhur për dy çështje nacionale dhe besoj që e kalojnë petkun e partive politike, qoftë AK-s, qoftë vetëvendosjes apo qoftë nizmës, besoj që duhet t'i preokupoj edhe PDK-n, edhe LDK-n edhe gjithë spektrin tjetër politik. Zoti Haradinaj gjithmonë ka qenë i qartë në kërkesat e tij dhe vazhdimisht ka dhënë shumë, edhe kur është dashur, do të thotë në kohën më të vështira, ka qenë një akt akuz padrejtësisht e ngritur dhe nga petku i këtij kryeministi sot që është zoti Mustafa ka dhënë dorëheqje dhe ka shku dhe është ballafaqur me ligjen ndërkombëtare. Dhe për s'dyti, po prap është shpallje pafajshëm dhe përsëri ka shku në rigjykim dhe pa penguar asnjëherë shtetbërjen e Kosovës. Do të thotë gjithmonë ka qenë në shërbim të dhëut. Njëkohësisht Aleanca për Armërinë e Kosovës edhe deri në mandatin e kaluar ka dhënë kontributin e vet në marrëveshjen ndërkombëtare, por duke mos e cënuar sovranitetin dhe kushtëtësmërinë e vendit. Në momentin kur zoti Haradinaj dhe Aleanca i kanë pa që këto marrëveshje po devijojnë, ish në kryetaret e Aleancës, zoti Blerim Shalaj ka thënë ne nuk jemi të gatshëm më të negociojmë me Serbinë. Dhe në kryetari i atëhershëm, zoti Blerim Shalaj ka qenë i etur për të shkuar negociata me Serbinë dhe ka qenë i etur për të qenë pjesë e delegacionit dhe zoti Haradinaj e ka liruar nga të gjitha përgjegjësitë. Nuk është largu Blerim Shalaj, por zoti Haradinaj e ka liruar nga të gjitha përgjegjësitë që i mban në Aleancë, pavarësisht se i ka kushtuar Aleancën sepse ka një numër më pak në Kovend. Por te Aleanca nuk është më rëndësi vota, është më rëndësi shtetbërja dhe territori i Kosovës. E tha edhe në Gjakov, e ka thonë edhe ditë në Prishtinë, e ka thonë një shkrimtori kosovar Ali Podrimi, e tha gjaku im nuk falet. Kosova është gjaku im që nuk falet. Nuk është çështja vetëm e gjakut Haradinaj. Ne dim që me breza tërë kanë sakrifiku për deri sot ku jemi. Por unë po du me besu këta njerëz që po mendojnë ta mbrojnë kaq shumë këtë situacion dhe këtë zajednis apo demarkacion, a kanë tro gjakur shqiptar apo jo. Kjo është problemi. Sepse unë do të kisha nisur ta kisha bërë një krahasim me një vend që akoma nuk e kanë njoftur definitivisht pavarësinë e Kosovës, por është pjesë këtu, Greqinë, që ka qenë në një katraur financiare, bllokimit të shtetit, dhe para një viti janë bërë zgjedhjet në atë shtet. Dhe pas disa kushteve të një pasnjëshe të Bashkimit Evropian, kryeministri grek tha unë nuk muj të marr barë këto sepse dua të pyes qytetarët. Dhe jep dorëheqje dhe shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe i fiton zgjedhjet dhe i nënshkruan marrëveshjet. Këtë e ka thënë edhe zoti Haradinaj. Sepse ne e dim që as LDK as PDK nuk kanë ardhur në pushtet, duke premtuar që do të falin territor dhe duke premtuar që do ta shtinë shtyllën e tretë të shtetbërjes në Kosovë. Ata njëri ka premtuar 200.000 dhe tjetri 120.000. Dhe çuditërisht, sot akoma nuk i përmenden asnjëherë, vetëm shikojnë se si ti ratojnë militantët e tyre në antarët të bordit, që unë e lexova ka erdha rrugës që po flitet që është anti-ligjore, sepse 3 duhet të jenë ndërkombëtar dhe 5 shqiptar, ndërsa këta i kanë emëruar 8 shqiptar. Kjo lën me nënkuptuar që këtu nuk ka të bëjë kurrë për shtet, sepse ka të bëjë vetëm për çështje të interesa të ngushta klanore të tyre. Arbër, para se dalim të protesta në Prizren, duket sigur do shta është ngarkuar edhe nga opozita bashkuar, Ramush Haradinaj i vetmi që i përmend disa herë zgjedhjet të jashtëzakonshme. Cila është zgjidhja realisht, apo mund të shihet në një zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve? Nëse referendumi nuk është kushtetues. Çështja është që edhe zotri Haradinaj, po edhe Albin Kurti, edhe Visar Ymeri, edhe Fatmir Limaj, edhe Zafir Berisha, gjithmonë pra kur flasin në aspektin mediatik, flasin si të koordinuar. Sepse në fakt është një lloj opozite bashkuar, ata takohen pra në javë disa herë, bëjmë mbledhje të rregullta dhe sigurisht që në këtë kundërshti tonën ka një lloj pra bashkëpunimi edhe sa i përket diskursit publik.
Tash, kur e thot pra në një anë zotëria Radina, në një anë Visa Lymeri, e do të nënkuptohet si qëndrimi i opozitës, si qëndrimi i përbashkët. Ne kemi dhënë modalitetet të ndryshme. Kemi thënë që ky shtet mund të funksionojë nëse pra kryeministri i Kosovës në koalicionin LDK-PDK ose PLDTK realisht i tërheqin pra nënshkrimet nga dy marrëveshjet. Ata po thonë nuk mundemi, mirë. Jo, kemi dhënë edhe opsionin e dytë, pra referendumin. Fillimisht pra në parlament votohet ligji për referendumin dhe të organizohet referendumi për qytetarët. Po thonë nuk mundemi, mirë. Dhe çështja e tretë, nëse nuk mundemi, atëherë pra të ndahemi në zgjedhje. Ata të cilët janë për zajednicën, ta votojnë LDK-n e PDK-n, ata të cilët janë kundër zajednicës, ta votojnë bllokun. Me një farë forme, edhe kjo është një lloj referendumi. Por ajo që është më rëndësishme është që këto dy marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën, sepse madje kauza e cila na ka bërë bashkë, pothuajse në tërë Republikën e Kosovës, që nga strukturat e larta deri në strukturat e komunave, që nga strukturat e komunave deri në strukturat e nëndegëve, tani më aktivistët tanë bashkëbisedojnë, organizohen atje, pra për mënyrat e ndalesës, për mënyrat e bashkëpunimit, pra për t'i ndalur këto dy marrëveshje. Mendoj se këtë herë opozita ka bërë hapin më dur të mundshëm, të mirë, sepse pra po i thot jo dy marrëveshje të cilat janë sërbe. Pra ata të cilët i përkrajnë këto dy marrëveshje nuk mund t'i ketohen ndryshe përpas si kolaboracionist domethënë të vendit. Po me plot kuptimin e fjalës, sepse këto janë marrëveshje të Serbisë dhe marrëveshjet e Serbisë, të cilat vijnë prej Serbisë, pra prej marrëveshjeve të Brukselit, të cilat parashojnë bosnjezimin e Kosovës, parashojnë sistem paralel në fushën e sigurisë, të arsimit, të shëndetësisë, kush mund të përkrahë Iliri tha më herët, ta kanë ata gjak shqiptare si një lloj pyetje retorike, unë po e çoj edhe më larg, unë po them se çdo pra politikan qoftë ai niveli lokal, i cili e merr guximin, pra ta mbrojë një çështje siç është zajednica, mendoj që domethënë mbron një proces antikombëtar, me vedi apo pa vedi, sepse qytetarët ndoshta mbrojnë subjektet e tyre politike në mënyrë të verbër, por ne si opozitë, secili qytetar i cili mendon se veprimet e opozitës janë të gabuara, i rekomandojmë që t'i lexojë këto dy marrëveshje dhe me mendjen e tij objektive, më pastaj të shohë se çfarë bën Kosova. Po thonë që gjykata kushtetuese do ta jap verdiktin e vet, sepse domethënë është një institucion që duhet pra pranuar dhe respektuar. Ne e dimë që gjykatat pra janë të kapura dhe ky rast i fundit pra kur antarëve zgjodh një kryesisht antare cila kishte garuar në zgjedhje parlamentare në listën LDK-s. Kjo vetëm sapo e shpërfaqin fytyrën e tyre të vërtet në opinionin publik dhe po shihet që gjithandej nëpër Kosovë, jo vetëm çështja e zajednicës dhe demarkacionit, këta kanë pru shtetin e Republikën deri në një skaj ku mbizotron krimi, korrupsioni, ku gjykatat janë të kapura, dhe ju e mund të shihni pra ka shumë procese në jetën tonë shoqërore kur dënohet, kur gjykata pra selektive vepron aty ku mundet, ndërsa aty ku është e kapur nuk vepron fare. Ata të cilët do duhet të ishin në burg pra për krim dhe korrupsion janë jashtë, janë të lirë, ndërsa antarët e opozitës, të cilët pra i kundërshtojnë dy projekte pro-serbe, janë në burg, kemi deputet të 3 subjekte politike të cilët janë në burgjet e Kosovës, kemi përplot aktivistë tanë të cilët dergjën në përburgje, ndërsa pra ata të cilët për një mend do duhet të ishin aty janë të lirë. Mendoj që kjo opozitë është koha e fundit pra edhe neve vetë, por edhe qytetarëve që të reflektojnë dhe të shohin pra se për një mend ka ardhur koha e fundit që t'i ndrohet kohja Kosovës, pra kohja diskursit politike, shoqëror dhe ekonomik Kosovës, dhe më në fund Kosova të ketë një republikë të tretë, një republikë ku mbizotron ligje, ku mbizotron drejtësia, ku pra ngadalë
fillohet të thuhet jo krimit të korrupsionit, dhe se kjo opozitë mendoj që ka marrë një barë shumë të madhe dhe këtë barë pra duhet ta çojë deri në fund. Ne jemi shumë të bindur që pas këtyre tubimeve protestuese, në tubimin përfundimtar, ku do t'i japim kohë sigurisht edhe qeverisë që të reflektoj, dhe nëse qeveria nuk reflekton, ne do të dalim së fundi herë për të ndalur zajednicën dhe demarkacionin. Mendoj që nëse kjo qeveri ka vendosur që ta kallë Kosovën, që ta shndroj në gjak, atëherë le ta bëj mirë, po besoj që ajo do duhet të reflektonte më shumë se kaq. Edhe një çështje nëse kolegëve nuk ja marr fort minutat, thej që kryeministri ka ftuar në dialog. Kryeministri arreston Donika Kada Bujupin, e arreston Albin, ama po them kryeministri, arreston Donikën, arreston Albinin, i arreston deputet të tjerë, arreston asamblista nëpër komunat e Kosovës, dhe në fund thot, hajde pra të dialogojmë. Në një anë pra mban atë farë diskursin e dialogut, në anën tjetër kërbaqin, ashtu nuk mund dialogohet. Dialogu i vërtet në kupton kur ti hesh në shkrimin nga ato, e pastaj mund dialogojmë për forma të pjesëmarrjes në Parlamentin e Kosovës. Mendoj që kjo ka qenë tendencioze, madje, ashtu siç e tha dhe kolegu nga BD-ja, pra Sabriu, kryeministri qëllimisht po dëshiron të blej kohë, por kohë nga ne nuk do të blej, sepse ne aktivitetet tona do t'i vazhdojmë edhe më fuqishëm dhe do t'jemi si opozitë e bashkuar edhe më organizative që t'i ndalim njëherë për gjithmonë këto dy proceset të cilat janë sërbe. Nëse ka kuptim e përmendi Arbëri, a ka kuptim bisedimi dhe mund gjendet zgjidhje në kohën kur Donika Kada Bujupi mbahet në burg, gjithashtu edhe Albini, po nëse nga Albini kanë frikë edhe pse frikson nga Donika? Unë më të këtë të zhvillime që ka ndodhur në parlament, faktikisht është banalizu. S'ka shpesh është banalizu qasja e drejtës persone që mirët me politikë. Po i ceki një 3-4 detalj që e mrena këtë sejkohë që i kanë thonë lider që mojnë pushtet. Në fillim faktikisht liderët e pushtetit, qoftë kryeministri, qoftë kryeministri, apo struktura tjetër shtetënore që qeverisë me venin, njëherë lujten rolin e të fortit. E parë që me ardhin e kjerrit e nuk shkon. Sekretari i shtetit i vani me dieta. Tha ti nuk guxon tha me prosh kundër popullit. Luftohet tha korrupsionin, luftohet kriminalitetin. Amerika tha nuk pranon as ti marrëveshje që cenohet e drejta suvereniteti i vendit. Për këto gjëra tha keni mu këto simik. Unë e luj tha të fortin. Raport po flasë me geopolitika dhe me strategjitë e vendit, me gjitha domethënë sa i përket situatës edhe kompleksit situatës vendit tonë për momentin që shem. Kalojmë te situata tjetër. Kryeministri opozitën e thret kriminal, huligan, vandal. Jo dikur dule edhe një farë trush parlani, edhe bëth parlani më falë që më përdori këtë fjallë, kërkoj falë pe audiencës dhe pe shikuzve, por mu po flasë. Një njeri tillë që qeverisë me vendin, thotë unë drejtoj një ministri shtetit, një ministri që është për çështje sociale, si quhet departamenti ministria, ku është ai morali edhe parimi politik që më thret mu kryeministri, që realisht qeverisë me vendin, me një ministër çast pa përgjithshëm, që drejtohet opozitës me këto fjalë, më thret mu në tavolin, ja. Dëgjoj, në këtë rast, unë i baj thirrje edhe publike, për drejt institucionit dhe kryeministrit. Si një qytetar, mbi gjitha si një qytetar i lirë. Le të mirë dhe me ministrin, le të përmisojnë gjuhën e tyne, le të shkojnë te presidenti, thotë pse kryeministri ka thujt drejta jona e opozitës, pse kryeministri ka thujt neve kriminal. Në mandat kujt na ushtaj? Ati nuk i pëlqen vot në parlament, që na protestojmë, që realisht nuk e mba ofendim, po ke bën një protestë, një formë protestimi. Nuk i pëlqen gazi losjes, po pse ai më ofendon në etikë edhe në vullnetin tim që kam thjesht unë edhe unë interesin e vendit. Ai thirret në interesin e vendit, po ne si opozitë kemi një njëjtin problem. Vetëm që kem alternativë dhe koncept tjetër për zgjedhjen e një problemi dhe perspektivën e vendit. Këtash kem dy gjona. Po, tani do dalë edhe te Donika, tani do dalë edhe te arrestimi i deputetëve. Ne me ligjit thotë. Ligji dhe kushtetuta parashë këtë rregullore, këtë ligj, këtë aline, këtë nem.
Edhe do t'i më bërgosë në të ngritin një akt padi për 30 ditësh. Me kush që ende të bëhen e time, se te ku ti ke shku e ke rreziku venin edhe jetën e qytetarëve. Po mirë marrë të izoluj, përse kush t'jep ty drejt, ti më të më qush ti mu huligan, e vandal, e ignorant, e sës, e nuk e di çfarë termë tash do shpikin. Kush janë ata njerëz? Ku e marrin atë drejt? Mbi cilën kushtetutë ta thirrën? Këto gjëra do të mi përcjellë presidentja. Realistët kanë pas me sa dini ta kenë përbashkë opozita me presidentën, presidenta duhet të jetë e vetëdijshme në ata, se cilat gjona janë ka zhvilluar me cilët njerëz u ka me posë kontakt tavolinë. Kush janë ata njerëz? A duhet presidenti e shtetit takohet me kriminalë dhe me ISIS dhe me huligan? A është niveli presidentës ti kesh në tavolinë ata? Qofse ku ka po, atër opozita kombina, edhe huligan, edhe kriminal, edhe ISIS, edhe drejt që mallkush ka muna më konjese. Qofse lejon etika presidentës edhe roli i saj, mu taku me kriminal, me huligan, me vandal, atër në rregullisht, atër jep shtet. Jep shtet i kriminalizuar me një presidente që bjen kategori edhe bjen nivelin e saj që takohet me ta. Po jo presidenta këtu nuk i ka faj, po presidenta është person unifikus. Unifikus i drejtës që i jepet dhe drejta qytetarëve, qofshin ata që janë strukturuar në për subjekte politike, qofshin si qytetarë të tjerë. Presidenta për çdo qytetar garanton sigurinë edhe lirinë e vet që jeton brenda këtij territori tonë, me këta kufish ka Kosova. Unë këta do thot këta po ata me thon si fillim i kësaj pyetje. Edhe e dyta është që ku ka meta e dialog. Çka na shtyn, çka është e përbashkët na do të dialogojmë. Pa na komunit ne ta lut dreçin kryeministri, ezavez kryeministri, ata lut tash me laçën dhe enxullin, e na dikur kena punoni ja huligan, kriminal, na i mëto na thyt kryt. Keni bë kërkon bot, kur nuk është demokratike tash, hajde ta zgjidhni një problem se dikur kena bë këtë na për vendin për kombin. Një dikur jena kanë bashk, e muna mi zgjella 5 situatën bashk. Mas çfarë situate? Sigurisht ka vjen që pas një presioni. Pas një presioni të miqve tonë, që faktikisht na kanë ndihmuar në ndërtim. Se do vetë se kena mrija në ndërtim. Edhe këtë Kosovë çfarë e kemi rri, falë Amerikës edhe partnerëve tonë evropian. Pa dallim, s'u duhet bëj dallimin e tyre. Sot e keni një situatë, po tonë çështja morale, ngritje moralit politik. Nuk i takon as presidentës, as kryeministrit, as ministër, as ministër. Po të fundit na jemi opozitë. Por na kemi elektorat, dhe na i takojmë popullatës, që se popullatës çfarë është. Një si pozita, si opozita. Cili është ndryshimi? Jo s'keni vota, s'keni numra jo. Po mirë, cilët numra e ka opozita, shtrohet një pyetje. Çfarë numra ka opozita? Sa është numri tyne që kalon jo me kushtet që na ka caktuar Bashkia Ndërkombëtare në raport me minoritetet. Pa të keq thënë. Se është drejtë e tyre janë barabartë si qytetarë Kosovës. Ta kem 31 votat, dy partitë të mëdha bojnë dikun 68 mos gaboj. Sa nuk e di, 68. Ti keni ja më tepër. Po ti nuk e ke ti ja 92% që thirrësh ti numrat. Çka ke është utopi? Kjo është domethënë këtë politika në Kosovë që bëhet, domethënë ka filluar mbrapsht edhe keq. Domethënë vazhdimisht është një lloj moske ose me thonë një fjalë popullore që thonë çalin popullit kujt me kos. Kjo i bën. Mu mje kesh sot për qytetarëve, qofshin ata niveli qendror se në patëm edhe protestën, që e patëm përbashkët, mu mje çudi, domethënë gjitha institucionet shtetërore, është akademia, janë intelektual, shoqata, artista, forume ndryshme. Edhe shoh një krye qytet, pse flen gjumë, kjo vishte na duket vish në Kosovë kjo ndodh. S'flet akademia, s'flet intelektuali, s'flet profesori, nuk flet atje, dalin do gazetar, dalin do opinionista, nuk e kam për me të prejkë në zedrën tonë profesionale. E kum pa aty dikun aty këto rreshtohen për parti, do far ministë, do far konzuj, do atë shep. Edhe në rregull, për momentin mi bën ato dialogjet e veta, kur s'ka drejtë, kur s'ka drejtë, derisa po sistemohen. Nuk e luan rolin e vet. Nuk qëndron apo nuk e ka dinjitetin edhe nuk qëndron virtytet e veta, formimit vet. Unë shpresoj që me këtë rrafsh që ka bloku opozitar, që bashkërisht ka bojmë ata, thjesht është një paspori niveli edhe ngritja e dinjitetit të popullit tonë. Kur arrim këtë shkallë, atë faktikisht edhe vendi zguzon punë prej kërkush. Kjo është domethënë ajo që e mendoj unë. Savre, nëse ftesa e kryeministrit s'ka kuptim, a ka kuptim ftesa e presidentës për
edhe për opozitën edhe për pozitën, dhe sot grupi jo formal i deputetëve të Kuvendit Kosovës ka kërkuar lirimin e Donika Kauda Bujupit. A ka kuptim edhe bisedimi të presidentja nëse, pa them kushtimisht, se duhet ketë frikë edhe qeveria nga Donika, nëse edhe ka frikë nga Albin Kurti se synon qeverinë. Po, unë kujtoj që qeveria tashmë ka humba kredibilitetin e qeverisjes vend. Unë nuk e di si e kujtojnë edhe si e mendojnë edhe si bëjnë ditë ata njerëzit që jenë në udhëheqjen e institucioneve tona, ku të gjitha premisat, të gjitha i kanë shtirë të gjitha burimet e një besimi që mund, apo një verzion që mund të shpalosin për atë shtetore. Pse? Unë kisha mu pajtu me qeverinë dhe me pozitën, sikur se mos kishin ndodhur arrestimet e deputetëve, sikur se mos kishin ndodhur gjakosja e njerëzve në rrugë nga aparati shtetëror. Unë kisha me besu të qeveria që e ka me drejt, sikur se këtë kauz nuk e këshin lënë u boka shtë madhe, nëse kam pas të drejta. Deri se kam gullin ata, me këtë kam gullin e forcës, e fuqisë shtetit, aparatit shtetit, dhe futjes në funksionim të gjithë aparatit shtetit. Arrestimin, burgosin e individve, burgosin e qytetarëve të thjeshtë, se ato protestat që janë mojt atje, janë mojtë protestat krejt nga militantët e partive tona, ka pasur dhe qytetarë të rastit, të cilët kanë pasur nevoja të përditshme, dhe sot padrejtësisht pohën në përburgje. Dënimi apo arrestimi 8 deputetëve tashmë të opozitës, kjo ai ka kalu ato shkallën si të thushë një engjulli ofrus, siç po e paraqet kryeministria. Te presidentja. Unë kujtoj që presidentja është vënë shumë. Presidentja është person unifikues i shtetit, është numër 1 në shtetin në Republikën e Kosovës. Andaj, përgjësia, edhe në raste lufte, edhe në raste paqes, pikërisht i bjerë presidentit për unifikim të masave të gjërat popullit. Pse ka hezitu deri tash? Nuk e di, tash unë nuk vuj me thonë që është në ndikimin e pozitës, apo vasali pozitës, apo paktën deri tash ka dhënë sinjale që ka një lloj ndrojtje ndaj ftesave të sinqerta që duhet ja bëj subjekteve politike në Kosovë, aq më keq ku gjendja aktuale në Kosovë po të jetë se çfarë gjendje jetë. Sot opozita bashkuar ka dërguar një letër presidentes, ka qenë në takim, dhe ju ka paraqit të gjitha ato kërkesat kryesore, që tash mund të jenë botërisht, tash presim një përgjigje nga presidentja, mbaret se në çfarë relacioni na këtë përgjigje. Ilir, njëtën pyetje gati, a ka kuptim biseda derisa sot deputeti i AK-s Paleka është thirrur kushtimisht në bisede informative dhe është liruar në procedurat të rregullta. Sinqerisht, kjo tashmë është demodu kjo çështje. Edhe a përshihet dorëzimi i qeverisë dhe ajo që tha Arbri po blen kohë? Kjo çështje e thirrjes e qeverisë për dialog, unë e përmanda jo rastësisht e përmanda 5 gushtin. Dhe thot 20 ditë mas 5 gushtit është nënshkruar marrëveshja, dhe tani jemi në fund gati dhjetorit, sa i ka ndarë kryeministrit që ti thret liderët e partive politike në dialog. U është dusht para se me nënshkru, sepse këtash është e kohët, unë e kom nënshkru, edhe dje e thamë, nuk tërheq, po jo, ajo është humbje, blerje kohë, sepse më shku në pushimet e dimrit, blerje kohës dhe vazhdimisht ka pranvera, pasaj të shofim me të bajmë, por kjo nënkupton që ai nuk është interesuar ta zgjedhë problemin, sepse është vetë burimi i infeksionit, është vetë problemi kryeministrit me nënshkrimin e tij. Dhe si mund ti ta shtaftosh dikën që ti e keni nënshkruar dhe thu nuk tërheqni për asaj marrëvesh, cili është arsyeja që ne të vim të diskutojmë. Për çfarë diskutojmë? Ne kemi kërkesa shumë të qarta. Tërheqjen e nënshkrimit
vim në negociata me kryeministin. Mos tërheqje, ai mban pozicionin e vet të përgjegjësisë si kryeministi, sepse ai përgjigjës për secilin qytetar, edhe për ai që është arrestuar, edhe për ata që mund vinë prapë të arrestohen në vazhdim. Ndërsa e përmendet edhe çështjen e Donikës, me sinqeritetin më të madh po them, unë jam shumë i zgënjur edhe me presidentin e Republikës Kosovës, edhe me këto OJC për mbrojtjen e grave që 15 vite na kanë lënë trunin, duke thënë dhe asë një moment nuk e kanë bo asë një reagim, sepse Donika Kota Grupi është deputete e zgjedhur e Parlamentit Kosovës, është nën e dikujt dhe është gru e dikujt, dhe asë njëherë në jetën e vetë nuk ka bë vepër për shku dhe për të burgos. Sot gratë parlamentare Në është edhe Blerta Deliu, por sot pak po shumë e vonshme, sepse pavarësisht bindjes politike, unë i thashë edhe merë, pavarësisht unë besoj që kjo kauzë është më e madhe se sa shumë parti politike në Kosovë, dhe kisha dashur ta shoh se cilën deputet e femën në mbrojtjet e Donikës, pavarësisht cili subjekt politik i ta kanë, sepse nuk besoj që gjithçka ndërlidhet me subjektin, por më shumë lidhet edhe me çështjet njerëzore, dhe me çështjet homone dhe më shumë me shtetin. Këtu vërtet është çështje bili ajo Barcoleta e Dieshit mboni për të qeshur, edhe rrugës ka erdhur dhe kish pas mjegull, ta kish dalë kryetari i kuvendit dje për ta shikuar mjegullin, dhe kur e ka pa mjegull tha pauzë, tu mendu që opozita po sjell gaz lot qelës. Këtu kryeministi tash është ka sjell gaz lot qelës. Sepse me këto oferta është ka dënë me blek kohë, me prit se seanca nuk do të ketë, sipas gjitha gjasave deri në deri pas festave fundimit, dhe po don që ta ngadalsoj qytetarin që të mos del në mbështetje të manifestime paqësore apo protestave, sepse vetë 28 nëntorit dhe atë ditë në Gjakov, në ato rrethona si është zhvillu, ka fillu të dridhët. Në momentin se është një thënie popullore, thojnë mit, gjithmonë më të hershmit e dëgjojnë tërmetin. Ndoshta kryeministi ka fillu me dëgju tërmetin dhe po beson të reflektojnë por është vorë. Shikues të nderuar, kemi një blok të shkurtër marketingu dhe kthehemi në pjesën e dytë, do të flasim për protestën në Prizren. Hotel Restorant Kështjella, aty ku gëshëtohet tradita dhe modernja, ambient familjar, shërbime cilësore, ushqime të shijshme sipas dëshirës suaj, qetësi dhe bukuri në natyrë. Hotel Kështjella me dhoma komode gjumi, si dhe me sallën e dasmave ku mund të organizoni ahengjët tuaja familjare në shërbim nga stafi profesional. Hotel Restorant Kështjella gjendet në kilometrin e 4 të rrugës Prizren Zhurë. Banja e Klokotit në Nanaile është banja më e madhe në rajon. Uji shërues termomineral që buron pranë banjës në Nanaile, ushqimi bioorganik që sigurohet nga ferma Jon Driloni, terapitë si balneoterapia, kinezoterapia, elektroterapia, hidroterapia, parafinoterapia, magnetoterapia e të tjera, si dhe shumë mjekime aromatike, neurologjike, paraliza periferike, post-traumatike, rehabilitimi kardiovaskular e të tjera. Me dhoma komode, ambient të shëndetshëm dhe staf mjekësor profesional, në mbikëqyrjen e Dr. Enver Haxhiut e bëjnë banjën tonë në Nanaile banjën më të mirë dhe më të suksesshme për shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve. Banja e Klokotit në Nanaile. EGC Elite Group Computer bën shitjen e të gjitha llojeve të kompjuterëve, pajisjeve për internet, instalimin dhe shpërndarjen e rrjetit si dhe rezervimin e kompjuterëve. Bën montimin e kamerave të sigurisë për lokale dhe shtëpi. EGC ka 3 ofertat për kyçje të internetit, 10 euro, 15 euro dhe 20 euro. Gjithashtu, EGC është përfaqësuesi Tring Digital. Me shërbimet tona, ju do të ndiheni komod. Dyqanin EGC mund ta gjeni në Prizren te qafa e Kishës. Banatore Bujari, 6 motor punë në ditë,
farmacisti prezent në çdo kohë, e veçantë ndoshta vetëm në vendin tonë që përkujdeset për shërimin tuaj dhe për këtë veçori nga banatorët tjera, edhe kësaj radhe vërtet me risi atraktive për klientët e kategorive të ndjeshme të shoqërisë sonë, 5, 10 deri në 15% zbritje për këto kategori: pensionistët, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, rastet sociale, diabetikët, të sëmurët kronik, pacientët e rregull, si dhe studentët, për ju që në mësuat se çka do të thotë humanizmi në vepër. Banatore Bujari, gjendemi tek rruga Jonit përballë stacionit policor të trafikut tek tregu i Gjelbërt. Ndërmarrja prodhuese shehu Muri Vinkëll prodhon mure vinkel, shkallë, tavolin, ulse nga betoni për herë të parë në Kosovë. Prodhimin e bëjmë sipas porosisë. Muri Vinkëll, betoni lëmuar, përdorët për zbukurimin e oborreve të shtëpive, trotuareve, për anësore të rrugëve, për mbrojtjen e shembjes së dheut, zbukurimin e parqeve, rrafshimin e oborreve dhe shumë zbukurime të tjera. Zbukurim, cilësi dhe siguri. Muri Vinkëll është model gjerman dhe për herë të parë në Kosovë. Qendër rehabilituese që funksionon nga shekulli 13, me një traditë shumë vjeçare, ofron një trajtim profesional me shumë shërbime nga një staf i gjerë mjekësor. Në këtë qendër ka burime të ujit termomineral me efekte mjaft shëruese. Këtë më së miri e dëshmojnë pacientët tanë. Banja Klokotit ka një ambient të pasur dhe relaksues, me restorante, parqe dhe shumë gjelbrim. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilituese. Banja Klokotit. Klokot. Piknik ekskluziv. Salla e dasmave piknik ekskluziv në këtë sezon vjen me sallë moderne për ahengjët tuaja familjare, me një ambient ekskluziv që jep ndejës gjallëri dhe shije të veçantë, me rreth 500 ulse. Piknik ekskluziv ka krijuar hapësira moderne me shkallët për parakalim, me një hyrje të veçantë dhe madhështore për të sapo martuarit. Gjithashtu ju mund shijoni ushqimet tradicionale në restorantin ditor. Motel Piknik ju ofron dhoma gjumi 24 orë. Motel Restorant Piknik gjendet në Magjistralën Prizren Prishtinë. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në debatin kauza e opozitës, trirja e protestave në për qytete. Ilir, e tham qoftë edhe kushtimisht, AK-ja nisi me Gjakovën, për kur të vijen Prizren dhe ketë vështirë, AK-ja, sepse duhet të protestoj të jetë bashkë me opozitën e bashkuar, ndërkohë që jeni në pushtet lokal me PDK-n. Kjo, më thash çështje që nuk lidhen drejt për drejt, po megjithatë a jeni një pozit pak më ndryshe? Unë besoj që qytetarët e Prizrenit dinë të dallojnë pushtetin lokal dhe pushtetin qendror, aleanca që nga marrëveshja e koalicionit në nivel qendror ju ka përgjegjë të gjitha thirrjeve, qoftë për protestë, qoftë për organizim të çfarëdo llojit, për peticion, për gjitha këto, dhe absolut nuk e ka problemin për organizimin e protestës në qytetin e Prizrenit. Ne jemi të gatshëm me gjitha strukturat tona të dalim në lokacionin ku do të caktohet dhe në datën kur do të caktohet pa asnjë problem, sepse unë e thash edhe në fillim të emisionit dhe tash, unë po duam të besoj që ka me pas njerëz edhe të partive politike që mirërisht sonte nuk janë këtu, që do dalin sepse është kauza më e madhe se partia politike. Asnjë problem nuk është nëse Aleanca në Prizren është në koalicion me Partinë Demokratike dhe minoritetet. Në Ferizaj jemi me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në Gjilan, por lideri Haradinaj asnjëherë nuk ka ndërhyr në degë në të cilët i ka, sepse
nivellit qendror dhe nivellit lokal dallojnë. Këshilli i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmëri në Kosovës ka marrë vendim të shkojë në koalicion me Partinë Demokratike në Prizren dhe ne kemi një marrëveshje partneriteti me Partinë Demokratike. Nuk besoj që ne jemi kundër Partisë Demokratike, as kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës si subjekte politike, por ne jemi kundër dy marrëveshje të dëmshme në nivel të Kosovës, të cilat po e dëmtojnë dhe po e cënojnë sovranitetin e shtetit tonë. Këtë dallim është mirë ta bëjmë secili, edhe qytetarët, edhe anëtarët e subjekte ndryshme politike, sepse ne nesër mund të jemi qeverisje edhe me LDK-n. Absolut nuk kemi kusht kundër LDK, sepse ne e respektojmë edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës si subjekt, sepse ka qenë parti shtetformuese e Kosovës edhe Partia Demokratike, por jo marrëveshjet të cilat janë të nënshkruara. Ky është dallimi mes Aleancës në Prizren dhe Aleancës në nivel qendror. Nuk ka të bëj as me individin, qoftë me zotin Mustafa apo me zotin Thaçi, por ka të bëj me dy marrëveshje të cilat e dëmtojnë sovranitetin e shtetit tonë. Të paktën për mendimin e opozitës dhe akoma nuk dolën. Unë e kam përcjell edhe Rubikonin dy profesor nderuar, ekspert asaj fushë, të cilët pa i angazhuar askush me vetë iniciativë kanë shkuar dhe kanë mbledh harta topografike, harta ushtarake, deri në hartat e Rusisë dhe fatmirësisht ishte edhe një libër të cilin e kishin siguruar në klasën e 6 të Malit Zi, ku malazerët e mësojnë në shkolla, në plan programin arsimor, që kufiri është, do të thotë kufiri i Kosovës është i cekun saktësisht edhe me kushtetues e autonomisë 74-s, dhe sot kryeministri i vendit del para një muaji në Rubikon thotë që Kosova nuk e ka humb as 5 metra katror. Dhe tani thotë jam i gatshëm të ofroj marrëveshje qoftë edhe të Komisionit Ndërkombëtar. Po është mirë kryeministri nërë më ju besu fjalët veta, sepse siç e kemi parë në deklaratë, sepse deklarata publike unë e konsideroj që ka peshë dhe duhet mbahesh përgjegjës për deklaratën publike, dhe po duhet me besu që loja e qeverisë po më rikthen në janar. Nëse ju kujtohet, atëherë kur kemi filluar protestën në janar ka qenë dy kauza, po një ashtu të opozitës, dhe ka qenë shkarkimi i Ablanovicit dhe Trepça. Dhe kryeministri e shkarkoi Ablanovicin dhe me shpresë se Trepça në gusht apo qershor korrik gusht do të shkon ligji në kuvend dhe do të rregullohet. Dhe tani është loja e dytë. Po thot hajde po me demarkacionin po e bëjmë një kompromis, ndërsa me asociacionin e komunave jo, po ngelet ashtu siç është. Dhe ne nuk e kemi plan të bim prej e pabesisë tyre, siç e kemi pranuar në janar me Ablanovicin, dhe tani të dy kërkesat tona janë të qarta. Edhe zoti Haradinaj, edhe zoti Visari, edhe zoti Limaj e kanë thonë publikisht. Do të thotë tërheqjet në nënshkrimit, referendum, nëse jo, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Këtu, çështja e prezant ne do të jemi siç kemi qenë edhe për 28, kështu bashkarisht me të nderuar kolegë nga subjekte ndryshme politike, dhe do të jem prap edhe në datën kur do të jetë në Prizren. Sa vret duket se Prizreni është më i vështirë se qytetet tjera kur është fjala për të protestuar. Prizreni ka shumë probleme dhe pikërisht për atë arsye edhe të potencova të Iliri, sa do të arrijë që kjo kauz të mbledh qytetarët e Prizrenit në protestën që parashihet të organizohet, nëse eventualisht nuk do të ketë ndonjë zgjidhje ndërkohë. Faleminderit për pyetjen. Fillimisht kërkoj ndjes për qytetarët se mikrofonin ti shpatron. Marrët mikrofonin. Po, kështu që ndoshta tash ndëgjohemi pak më mirë. Jo, unë kujtoj që qyteti i Prizrenit është shumë më nivel se sa qytetet tjera, duke mos i nënçmuar qytetet tjera, sa i përket kauzave kombëtare, qyteti i Prizrenit gjithmonë e ka dhënë atë mbështetjen dhe përkrahjen e drejtë të çështjes kombëtare. Ju e dini që edhe pak si historian mund të kthehem në histori, ngjarjet e mëdha pikërisht kanë lindur prej Prizrenit. Andaj edhe kjo kauzë që ka përfshi vendin tonë, kujtoj që do të kalojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Qytetarët e Prizrenit tashmë janë në dieni për ngjarjet se si kanë rrjedh këto 3 muajt e fundit. Janë të vetëdijshëm në aspektin se çfarë domi është ju bë
Republikës këto dy marrëveshje dhe janë në dieni të plot sa i përket manipulimeve të qeverisë dhe qeveritarëve që po i shkaktojnë opinionit publik. Ne në takimet e përbashkëta që kemi me 4 subjektet politike, jemi në teren dhe jemi duke u ballafaqu me qytetarin, me votusin, me strukturat partijake dhe unë e thash edhe në fillim atje në hyrje ku e bona hyrjen që i falenderova antarët e Bashkimit Demokratik që na kanë përkrahur dhe po na përkrahin vazhdimisht. Unë kujtoj që kur të na caktohet koha, data, dita për manifestim apo një protest jo e dhunshme, si zakonisht to qeveritarët kanë dëshirë me na ngjit epitetet të lloj-llojshme. Kështu që qytetari Prizrenit është shumë i vetëdijshëm në atë drejtim dhe ka me dhënë fjalën e vet në ato protesta paqësore. Ku po e përmeni disa herë paqësore me qëllim që t'i japim një sinjal edhe qeveritarëve se qytetarët e Kosovës nuk janë të dhunshëm. Të dhunshëm janë ata të cilët burgosin, të dhunshëm janë ata të cilët arrestojnë njerëzit dhe arrestimet dhe burgosjet që ndodhin në vendin tonë dihet përfundimi se si përfundojnë këto gjëra. Mund kujtohet vitet 80, 81, 82, kur 82 edhe unë kam qenë pjesë e burgosjeve të kohës, edhe pse si nxënësi i vitit parë të asaj kohe. Andaj, u desht me kalu disa vite dhe ja ku jemi, në çfarë situatash jemi, ku i gjithë populli i Kosovës nga vitet 80 ka qenë në geto dhe burgosjet, arrestimet, vrasjet, maltretimet, rrahjet, vetëm sa e kanë forcu popullin e Kosovës, vetëm sa e kanë unifiku këtë popull. Andaj edhe qytetarët e Prizrenit me një kulturë shumë të lashtë, din t'ju bashkangjitën këtyne kauzave të mëdha shoqërore që po e kalon vendi. Prizreni do t'jetë shembull pozitiv për këto protesta. Unë kam bindje shumë të madhe, sepse e thash edhe i herë, takimet e përbashkëta që i mojmë, edhe në nivele qendrore, edhe në përbashkësi lokale, edhe në përfshatra, na japin një optimizëm se qytetari i Prizrenit e ka kuptuar drejt kauzën tonë, e ka kuptuar drejt se çfarë do të thotë falja e tokës një shteti fqinj i cili nuk e kërkon, edhe këto duhet jemi shumë në raport me Malin e Zi shumë të drejtë, sepse Mali i Zi nuk e ka kërkuar një gjatë tillë, po ne po dëmë ja dhuru si dhuratë për vit të ri 8.000 metër katror Mali i Zi, gjithsesi qeveria, jo ne lapsus bëra kërkoj falje prej qytetarë. Dhe kjo e dëmshmja më e madhe që është zajednica që për themi në, apo bashkësia Asociacioni Komunave me shumicë serbe. Qytetari i Prizrenit e thash edhe i herë po e përsëris pra ka kulturë edhe për protesta, ka kulturë edhe për kërkesa, po ka kulturë edhe për radikalizim. Juve nëse ju kujtohet protestat e 98-s në sheshin Shatërvan, në mbështetjet e UÇK-s, ku nuk po du tash me krahinizu, se shumë herë neve në Prishtinë atje na quajnë dyqyr si but, si turc, si qytetar me një kulturë shumë të lartë, apo harbaxhikat e Prizrenit, mos ta banalizoj këto, dhe mendoj që luftrat edhe betejat edhe sakrificat i kanë kryj vetëm krajinat tjera, legjonet tjera, duke i anashkalu apo duke i harru përpjekjet e qytetit Prizrenit, djemve tanë të cilët me sukses shumë të madh kanë kalu beteja shumë të mëdha, sidomos gjatë luftës fundit, kanë dhënë provimin qytetarët e Prizrenit, djemve të Prizrenit. Kështu që nuk e vjen në dyshim mos pjesëmarrjen apo frikën apo
numrin e pak të njerëzve që mund dalin protestojnë. Përkundrazi do të jetë një manifestim apo një mesazh shumë i fortë nga Prizreni. Kështu kam bindjen edhe personale edhe sa i përket 4 subjekteve. Cilan janë 15.000 qytetarë të Prizrenit të cilët e kanë nënshkruar peticionin, a besoni se do të arrini që një pjesë të këtyre qytetarëve që e kanë nënshkruar peticionin ta mobilizoni që të marrin pjesë në protestën që do të organizohen në Prizren, a mund të jetë Prizreni ndoshta pika kthyese, siç e tha dhe Sabriu, për të ndodhur diçka më shumë? Mbori pajtone pësisht me mendimin e Sabris që tha, me gjitha faktikisht nuk asë komplimentas, nuk bune alegorisë madhe, paralisht jem gjithë do të katërt jem pjesëmarrës aty në zhvillime këtë ato situata çfarë ka kalu veni. Që Prizreni gjithmonë ju ka përgjegjë pozitivisht dhe me një numër jashtëzakonisht. Edhe tjera e kanë pas takni për mënyrën e organizimit dhe mënyrën e demonstrimit ose protestimit, ku ka ardhur puna çështja e venit dhe komit. Më derisa dal pak të referona pushtetit tonë. Çka është pushteti tonë? Unë shoh edhe gazetarë dhe opinionistë, analistë, domethënë pak i referoni këtij problemi. Kush janë ta njerëz që qeverisin me këtë popull? Normal që janë bromi këtij populli tonë. Nga vinë ata. Është pak edhe kjo situata, pak edhe me mentalitetit edhe rezonit. Dikur ka ndorë peqinit popullit. Nuk janë larg. Këto zhvillime sot, këtë moshe e këtë i kem kalu këto situata. Edhe ata që janë në qeveri, edhe na që jemi në opozitë, edhe populli si popull. Mos ose mos. Bashkërisht i kem kalu këto faza tranzicionit të vendit tonë. Është një detaj interesant të politika jonë këtu në Kosovë, kur leadershipi, sidomos ata që janë në pushtet, që kanë përvoja pak pushtetit pe pas luftës, gjithmonë kanë që me bëhen ndarë ndër. Shkputin pe popullatës. Ta morë imazhin e institucionalistit. Ku unë qeverisi me institucione për kase, unë kam qeverin, kam mjetet, kam kushtet, kam zhvillimin, kam policin, kam gjykatën. Populli nuk i kuptojnë këto gjëra, populli nuk kupton se si qeveriset një vend. Por realisht këta duhen ta trasojnë që nuk do najt nifet si miku i dikuj, shoku i dikuj, tezoku i dikuj, por ne jemi popull i vogël. Mos harrojmë. Edhe Isa Mustafa, edhe zëvendës kryeministri, edhe gjithë ministrat në momentin pushtet. Duhet ta kuptojmë që ne jemi popull i vogël. Na nifemi njëri veti. Nuk jemi në shtetë si Amerika, nuk jemi si Gjermania. Nuk i kem ato për momentin edhe ka Kosova kapacitete të zhvillimit. Gjitha i ka ato. Këtë unispe industrisë me pas kush. Dhe mujtë me gjitha në i bashkëpunim të partnerët, që mas shumë të Kosova ka nevojë jo për fjallë, jo për kakarisit e kryeministrit, e të ministrav, dhe njerëzve që nuk janë kompetent faktikisht me gjujt popullit edhe me shoh popullin, me ofendu popullin, kur edhe populli është i mirë, edhe vendin e ke të mirë. Po neve na vjen partner që dalëm nga kjo katrahur, se realisht problemi më të madh ne kemi për momentin, ne kemi zhvillimin ekonomik, kemi tri shumë, kemi resurse. Sa i përket është desha veç këta ta them, sa i përket zënicës edhe demarkacionit ka ky vend zot. Ka pas ky vend gjithmonë njerëz që ka dalë zot vendit, edhe do të ketë apet darmën, apet do të ketë darmën. A do të jepet ky mesazh nga Prizreni? Unë besoj që Prizreni e ka ata. Prizreni është modeli i kësaj. Ka dhe rini, ka dhe njerëz që i prinë këtë procese. Unë shpresoj, apet po thamë edhe me mendimin e Sabris, që Prizreni do të jetë një prej, si më thonë, ashtu dritës se si do dalim edhe si do të ndikoj në gjithë këtë situatë momentin politik që e ka Kosova. E deshta një 2-3 gjëra në qëse më lejon arbër në qëse se markohen e rezervuar në ashtu shka ka arbër. Dhe jetë më baj thirrje që të fillojmë edhe ne si opozitë që jemi. Se bashkërisht kemë gjetë një mendim. Nuk kem për ato politikat, edhe herë kum cek me një emision nëse nuk e harroj, pikërisht këtu në TV Prizren. Klasa politike, na që i mirë, na faktikisht e kemi përgjegjësinë tonë se për ata shka flasëm. Tu nis pe fjalës publike që e them, deri te ajo ona pjesa organizative, edhe deri te demonstrimit e caktuar gjithmonë dobi edhe të mirë të vendit. Duhet të ndru mentaliteti. Politika nëse do të më kuptuar te çerrata që vinë, te çerratat e reja. Në do të jemë mesazhe më i mirë të ta, modeli më i mirë i mundshëm, se si reflektojmë sa kemi njëri për mendimin tonë politik. Me mendimin politik vinë projektet politike.
Projekte politike janë edhe interesat e vendit, interesat e popullit edhe të vendit në tërësi. Te puna marrëveshjes, unë për vete kom lexuar një 2-3 herë. Nuk jam jurist, nuk jam i drejta ndërkombëtare, domethënë që di ta zbërthej ta interpretoj ata, meqense tash e kanë në gjykatës kushtetuese si do të vjen ajo, ai interpretim e gjykatës kushtetuese nuk e di. Domethënë se kam ide. Unë e di te marrëveshjet, te ratifikimet ndërkombëtare, ka marrëveshje që bëhen. Po tash, a ka diskriminim, a ka favorizim? Pikërisht unë mendoj që këtu është te puna marrëveshjeve dhe te zajednica. Te rishikimi që e ka qenë gjykatë kushtetuese, edhe te faktori ndërkombëtar që e tha, t'ja lajm një herë si do ta interpretojnë, si do ta kthejnë ata. Atë interpretim që do të bëjë gjykata kushtetuese do të vjen në parlament. Po para se marrë te parlamenti është mirë partitë politike, edhe opozitore, edhe ato të pozitës, me gjithë modusin e përbashkët. Modusin e përbashkët. Qofse ka gjëra që duhet përmirësu mrena asa aty në marrëveshje, janë gjëra që mund interferojnë edhe opozita, edhe shoqëria civile, edhe intelektualët, edhe ekspertë lamive caktuar. Se do të ketë edhe marrëveshje tjera. Pse më pikërisht. Pikërisht ta tham domethënë që na ngun hapin edhe relacionin me partnerët ndërkombëtar. Ata faktikisht ata po gjithmonë ata shkojnë propagandojnë, po thonë që jemi na miqtë e Kosovës. Ata janë pro sovranitetit, pro shtetësisë, edhe pro Kosovës në integrime në çështjet më të larta ndërkombëtare, në KB, edhe në shumë segment tjerë ndërkombëtar. Këta, domethënë ky ka ai formulimi jon. Këta thash thjesht për me shtu besimin te popullata, që opozita thjesht i kem kërkesat e tona janë legjitime, nuk ka pretendimi për pushtet. Jo. Ta herë publikisht me tham ashtu opinionit, nuk ka pretendimi i opozitës për pushtet. E kanë qu këto 2 vite, do të presun. Po që se ka bëha realisht gabim, edhe herë po vëtensoj gabim, kjo qeveri me këto nënshkrime, moralisht nuk i takon këse qeveri me vetë pushtet. Atër mes opozitës duhet gjetë mendimi përbashkët, çfarë zgjidhje do të japun. Shkojmë zgjedhje të parakoshme? KQZ ka deklaruar që është e gatshme për marrjen e përgjegjësisë për organizimin e aty. Pyetje, do të dalë zgjedhje tani nëse është vërtetohet ajo që po sigurisht, kjo është një problem, fal arbor, veç këtë detaj, kjo është një problem domethënë që a do të ofrohen mundësi që me shkuën zgjedhje të parakoshme, ku do t'i prishet pak situata edhe mundësia aty në pozicione që fare kanë marrë për momentin. Normal që ata njerëz kanë më konë. Sigurisht, çdo zgjedhje, çdo zgjedhje treja që vinë në një vendi, ka rreziqe vetë. Në vendin nuk kum dëgju, dikun botë që janë bos zgjedhje, që shteti ka shku prapa. Sa herë që ka një vend zgjedhje, gjithmonë gjonat avancohen. Është mirë për vendin, o mirë për demokracinë, o mirë për lirinë e fjalës, për mendimin, edhe zhvillimin e një kulture politike, su këtë bota vëllai që shqipon. Se na nuk kem ka shpiku politike o dikun herët, me sa di dikun 5000 vite i ka në Greqinë antike, që nuk e di këta pushtetarë tonë, ha kanë harrua, po jesë për kujtoj që politikën e kena të zepe më halaf tona, për i dojme dhe për i tezëm. Unë këta s'me kuptoj. Nuk jem në të parë që jem të bo politikë. Që duhet një kur shembujt... Po, sigurisht. Edhe neve as kravata, as kamera, neve në njofi njerëzit. Ta shunin, a jem veni vogël, e këta bëjë thire këtyre dhe politikanë po popullatës. Që ose dojnë gjanat mi ndryshu, dhe vetëm një si element që jem të organizu si opozit, nuk mund na këtë me bo mirë edhe për poplin, edhe për venin, edhe për mendimin politik, edhe për projektet që i venojmë, për të mirën e venit që janë ato. Janë projekte jashtëzakonisht madhore, por na vetë jo se një bojmë ato. Normal që lipu me mbështetjen e shoqërisë, edhe popullatës tonë. Arë, ju, sidomos me protesta, sidomos në Prizren, keni edhe përvoja të hidhur akt të friksimit të qytetarëve, ndoshta edhe shembulli i sulmit në zyrën e televizjes vetëvendosje në Prishtinë, është një pasqyrë se sa ky pushtet mundohet që t'i friksoj qytetarët, ndoshta edhe me atë propagandën se do të ketë protesta të dhunshme. Cili është besimi juaj për protestën në Prizren? Mendoj që pra kur ndodhi protesta, kur e organizuam pra protestën në opozita në Prishtinë, pati pjesëmarrësin mbi 35.000 vetë, një protestë shumë e madhe, dhe ata që pra patën përgjithësi ndalin protestë, shprehën indinjatën e tyre kundër
Zajednicës, ndërsa shumë lehtë për opozita nëse do që të tregoj numra, me qenë se po thirret në numra, le t'i qetë pra 36.000 vetë, pra do më thonë në protest pro Zajednicës, o ta shohim këtë çështje në numra. Dhe që dishta këto me elaboru. Sa i përket, do më thonë, datës e 28 nëntorit, ju e keni parë që me njëherë pas përfundimit të protestës, pas fjallës të cilën e tha për 28 nëntor në ditën e flamurit të deputetit Lëvizjes Vendosje pra Albin Kurtit, ne u nesëm në zyrët e Lëvizjes Vendosje dhe atje pra njësia antiterror, pra njësia cila reagon në shkallën e rrezikshmërisë të notës 5, me një pjesëmarrje të 2.000 policëve, të cilët kishin marrë urdhra edhe për vrasjen e aktivistëve, dhe që kjo është domethënë patetike. Lëre që demoloj zyrat, arrestoj, për rrahje edhe në mënyrë të thënshme aktivistët. Për kjo nuk do të thot asgjë, sa i përket rrugës tonë të drejtë për ndaljen e Zajednicës, nëse kanë vendosur kështu, pra do të arrestojnë tërë opozitën, e do të rrajnë tërë aktivistët të opozitës, nesërish pra do të vazhdojmë rrugën. Prandaj, në pak më parë, unë thash që, po edhe kolegët e thanë, që do më thonë thirrja e Isa Mustafës për dialog është te thirrje pa sinqert, sepse me një anë po e mban Kërbaçin, në anën tjetër po thret për dialog, dhe mos harrojmë Isa Mustafa ministri kujt ka qenë, kujt ka shërbyer. Pra nuk është që Isa Mustafa ka ndruar pra diskurs po s'ka lidhje, po dashim thashë është ashtu. Pra Isa Mustafa i ka shërbyer pra dikur strukturave jugoslave. Qysh në fillim, ne edhe si opozit po e themi gjithmonë që këso marrëveshje nuk mund të bëj pra një politikan i cili mbron interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ta instalosh Zajednicën brenda Kosovës, ta bosnjëzosh atë resurset kryesore natyrore që i ka Kosova, t'i lësh në Zajednicë, të krijosh sistem paralel. Përbes këtë nuk mund ta bëj pra një politikan i cili e do Republikën. Por përkundrazi, këtë e bën një politikan i cili është i varur pra nga Serbia. Dhe Isa është i tillë, po ashtu pse jo edhe strukturat drejtuese në nivelin qendror të PDK-s. Mendoj, pajtohem plotësisht me Ilirin kur tha që ne i thrasmi të gjithë antarët strukturat e subjektyre, dy subjekte politike të marrin pjesë në protestat tona. Ne gjithë e dim këtu që peticionin të cilin e kemi organizuar së bashku ka pasur asamblesë të partive politike, të cilët nuk dua qëllimisht i përmend sepse ata e kanë shprehur dëshirën e tyre, të cilët kanë shkruar kundër këtyre dy marrëveshjeve. Dhe sa i përket Prizrenit, mendoj që Prizreni nuk është Jerusalemi askujt. Prizreni është para së gjithashtë qytet politik. Pra, nuk është qytet partijak. E qytetarëve të kulturuar. Unë po mendoj që është qytet politik, sepse qytetarët të kulturuar janë pothuajse tër Kosova. Ne nuk bëjmë dallime pra në aspektin e Kosovës. Po e kuptoj, po nuk këto janë teori të cilat domosdoshmë janë më shumë para gjykime tash domosdoshmë sa i përket mendimit tim. Mendoj që Prizreni para së gjitha është qytet politik. Lidhja shqiptare e Prizrenit e ka sforcuar më tash këtë që po e thonë, sepse megjithatë kombi, domethënë shqiptar fillimisht këtu e ka pas gjenezën si ide, si koncept. E më pastaj është bërë me 28 nëntor pra në Vlorë. Mendoj që në organizimin tonë të përbashkët, në përpjekjet tona për të aktivizuar të gjitha strukturat tona, për të mbajtur tubime gjithandej në lagje dhe fshatra të qytetit të Prizrenit, në një opozit të koordinuar ku ne bëjmë takime pothuajse çdo javë, takime për çdo javë. Duke e parë pra edhe qytetarët domethënë kundërshtinë ndaj këtyre dy marrëveshjeve, mendoj që së shpejti në Prizren do të ketë një protestë masive dhe kjo protestë masive do të jetë si rezultat jo vetëm i organizimit të
subjekteve politike, të vendosjes AK-s dhe nismës dhe të BD-s, por do t'jetë si rezultat i shpërfaqjes së pakënaqësive qytetare, sepse ju përmendni elementin qytetar, dhe mendoj që qytetari i kulturuar, qytetari i kulturuar është qytetari i emancipuar. Dhe qytetari i emancipuar, qytetari i emancipuar është edhe qytetar aktivist. Jo jeni dëshmitar se që ka ndodhur protestat e kaluara, sa qytetarit ka shkuar në gjykatë. Mirë, tash po flasim për një sfond, për një kauzë e cila, domethënë, e dëmton Republikën e Kosovës, e dëmton të kaluarën tonë kombëtare, të ardhmen, i dëmton fëmijët tonë, i dëmton edhe fëmijët e fëmijëve tonë që do të lindin. Prandaj, kjo çështje është shumë e rëndësishme dhe besoj plotësisht në qytetarinë aktive të Prizrenit, besoj në emancipimin e tyre dhe besoj që atë ditë, pra, normalisht tu i dhonë ne disa aspekte teknike të organizimit, do të ketë pra dalje po ashtu si që pati në Gjakov edhe në Prizren. Por këto dalje besojnë që do t'jenë pothuajse në gjitha komunat e Prizrenit dhe kjo për arsye se opozita bashkuar dëshiron që këtë kundërshti ndaj këtyre dy marrëveshjeve ta delegoj dhe ta sjell në për qytetet të ndryshme të Republikës Kosovës për t'i treguar këtyre të cilët po bëjnë marrëveshje me Serbinë, të cilët po e japin territorin, të cilët po e fusin Serbinë brenda, që jo vetëm në Prishtinë, por pothuajse në gjithë Republikën e Kosovës nuk ka pajtueshmëri me këtë, që t'i ndalin pra këto dy marrëveshje, e nëse nuk i ndalin këto dy marrëveshje, ne do t'i ndalim ata, e nëse s'ndalin ata, pra do t'i largojmë së bashku me marrëveshjet jashtë. Ilir, për fund, jemi në minutat e fundit nga 2 minuta për secilin. Po unë ndërlidha me një çështje që mbet ndoshta pa u diskutu dhe pa u thonë, sepse është bërë shumë zhurmë në nivel Kosovës rreth deklaratat të ambasadorëve të shtetit mik Kosovës dhe çuditërisht edhe mediat edhe gazetarët edhe njohës të çështjes të marrëdhënie ndërkombëtare asnjëherë nuk e kanë thënë. Në shtetet demokratike dhe në shtetet ku një ambasador është i akredituar në atë shtet, në momenti kur del dhe e kundërshton një vendim të qeverisë, apo ku e kundërshton një qeveri, ai duhet ta liroj atë vend dhe të shpallet person i padëshirshëm në atë shtet. Kjo nënkupton sepse analistët tonë politik po flitin gjithmonë apo në mediat lokale apo nacionale, a dëgjove çka tha ambasadori amerikan. A ndëgjove çka tha ambasadori gjerman. A ndëgjove, po mjerimi më i madh i qeverisë tonë është kur jetë në petkun e mbrojtjes së një deklarate të një ambasadori mik. Ai mund të jetë mik i madh i Kosovës, por ai është në letrën kredenciale mes shteteve kur bëhet emrimi i ambasadorëve është e rregulluar shumë mirë në marrëdhënie ndërkombëtare dhe ai ka as kulturë dhe ka as edukat për shtetin nga vjen dhe një drejtën ndërkombëtare as mirë saqë ai nuk ja lëron luks vetit të dalë dhe ta mbështet zotin Haradinaj, zotin Visarimera apo zotin Limaj në deklarata kundër qeverisë, sepse po ajo qeveri e ka akredituar si ambasador në Kosovë. Dhe du ta them edhe nisam e kam lexuar marrëveshjen edhe 2013 edhe tanishmën edhe emron sy nisan që tha Asociacioni i Komunave Serbe duhet ketë flamur dhe himn. Unë jam drejtori i administratës së Komunës Prizrenit dhe kisha dashur me ditë cili është flamuri i Prizrenit. Sinqerisht kisha dashur me ditë cili është flamuri i Prizrenit, sepse na e kemi të marrë vendim. Nuk ligji dhe Kushtetuta e Kosovës ka një stem dhe një flamur dhe një himn nivel nacional. Ne për hir dhe dëshirë tonë mund të qesim flamur sa të dorë, po në këtë marrëveshje është e saktësuar në qartësisht që do të ketë stem, do të ketë flamur dhe do të ketë himn. Cilën opozita nuk do ta lejë. Ne po besojmë që jo vetëm opozita, po besojmë në kauzën e gjithë qytetarëve të komunës të Prizrenit dhe gjithë Kosovës, sepse e thash edhe në fillim të mos bëna e tepër, besoj që këto kauza janë më shumë se aleancë, më shumë se vetëvendosje, më shumë se NIS, më shumë se LDK dhe më shumë se PDK. Po besoj që edhe njerëz të fjetur, të cilët që nga
2007 apo këndej nuk janë marrë, nuk kanë dalë pjesë as në procese zgjedhore, as në çështje tjera, besoj që kjo kauzë ngritur në nivel të Kosovës dhe për të mirën e këtij vendi do të zgjojë nga gjumi. Sabri, fjala fundet. Për sonte, për këtë emision. Po, mesazhin për gjithë qytetarët e Prizrenit është që kam bindje në qytetarin e Prizrenit, kam bindje shumë të madhe në politikbërjen e Prizrenit, kam bindje shumë të madhe në idetë që dalin që burojnë nga qyteti i Prizrenit, dhe vash zoti qeveria të reflektojë para se të ndodhë ajo farë protesta e qytetit Prizrenit. Sepse edhe herë thash, Prizreni është një qytet i cili din të vlerësoj, din të gjykoj dhe din të jep mesazhe shumë qarta kur është në lutje atë dhe. Kështu që i ftoj të gjithë ata dashamirës të cilët nëse na jepet data apo koha kur do të marrë këtë takim, do të jenë të mirë së ardhur, pa ngurim, të japin fjalën e vet në aspektin e prezencës tyne dhe do t'i thojmë stop asaj të keqe shumë të madhe që na ka ndodhur veç në vendin tonë. Faleminderit. Sinani, minuta dhe fundit jemi. Kam besimin që pozita do të reflektojë pozitivisht në kërkesat e opozitës. Kam një besim ashtu. Është për shkak situatës e rrethonave të reja që janë kriju, falë edhe ndërhyrjes miqve amerikan, edhe këtyne kombëtarë që kemë këto pe troje tona etnike që vinë pe Shqipërisë, kur të qoftë ai personalitet, është i mirë së ardhur gjithmonë, që na u bashkon rreth një tryeze për me zgjedh këtë krizë. Po ndesh edhe një 2-3 detaj nëse s'po duhet përsërit tash fjalë këtë dhe të arbitrit që ka ato me Ilirin, sa i përket bllokut opozitor rreth kërkesave dhe protestës. Ndesh mu kthehet ajo. Po nëse kjo qeverisje ka jetë gjatë. Shtrohet një pyetje këtë hipotetike ashtu. Me çka do të vazhdon ajo rreth qeverisjes vet për përparimin e vendit, për zhvillimin e vendit. Unë kujtohet fort mirë dikun para 4-5 vite, po 7 nëse s'gaboj, jemi dëshmitar këtu, u hapën universitete. Qeveria bën një plan, një projekt genial, sa qeli universitetet i dha drejta mundësive për veçelë universitetet, fakultete, kolegje, edhe u gati u çunë edhe babgjyshat e nonat, mulën e merrin diploma, se fakultetet pa pare, këto shtetit pa pare, ushqim pa pare, fjetje pa pare. Sërarisht unë një moment u detyrova dhe thashtë, me marrë nona në fëmijët grutë, po shkojnë në konvikt. Kushtet e mira në konvikt, hotel kategoria 3 me 3 hyje. I dul boja edhe asaj, faktikisht u po që sot trit, marrin diploma, dhe ka dalë një risi e re, qeveria thot, je projekte, donacione, si përdojnë tyne, subvencione, ndryshme, mune qojmë mjadhi manafera. Manaferat i ka pas Kosova. Qojmë mjadhi qushia e dardha, po i ka pas gjitha Kosova. Qojmë mjadhi një rush, po gjitha i ka pas, u ka rush Qerove, se të i Suari, këse i Gjakove, se njeri prishin i shkatërun, merri diplomat e juridikit, merri diplomat e, se keni bota shumë diploma, të menagmentit, dhe faktikisht çdo familje mu qeveris, njëni mu kanë jurist, njëni menager, njëni tregtar, njëni marketing. Kjo është risia re, qeveria që u e ka bën. Kjo është një model, po në shpresoj që kjo popullon do të fillon me kuptuar realitetin, që kjo qeveri nuk ka alternativa projekte afatgjata, plane 5-6 vjeçare, 10 vjeçare, që janë realisht janë interesit qytetarë. Kosova ka mjaft resurset më natyrore, dhe ja po më të që ja ka dhënë natyra dhe Zoti as ata, me pa ka pritet prej nesh që ne ato ti nxjerrëm dhe ti kthejmë dobin tonë. Po mjaft me këto lojra, kush do të qoftë ajo qeverisë, kush do të vjen nesër në pushtet, mjaft me këta shtosa, se këta e thjesht shtosa, për konsum, 1 vjeçar, 2 vjeçar, 3 vjeçar, me rëndësi unë të rinë pushtet ja 3-4 vjet, shnash vjet tjetri se për popullin bëhet mirë. Arur, kemi kalu minutat e fundit, sa më shkurt në përfundim. Po, faleminderit Ramil. Unë nga tash pra i bëj thirrje publike qytetarëve të Prizrenit që në momentin që ne vendosim për protestën, të dalin sa më shumë në protest, në mënyrë që zëri tyre të jetë pothuajse bashkues në komuna tjera në
qytete tjera si zë unifikuesi qytetarëve të Republikës Kosovës. I ftoj edhe anëtarë të subjekte tjera politike që dalin protest, edhe nëse nuk munden nga partitë e tyre autoritariste, besoj që familjet e tyre mund të nxjerrin në këtë protest për ta shprehur kundërshtinë e tyre, që në mënyrë që edhe zëri i qytetarëve të Prizrenit tregoj se ne jemi kundër zajednicës. Ne edhe në Asamblenë Komunale, së bashku me subjektet politike, jemi munduar pra që ta fusim si rand ditës çështjen e zajednicës, të diskutojmë për këtë çështje, por me qenë se nuk na u lejua, atëherë besoj që me organizimin tonë do të ketë një protest të mirë. Nuk po them protest paçore, sepse opozita gjithmonë ka organizuar protesta paçore, por protestat tona janë devijuar nga aparati shtetror, pra nga policia, të dirigjuar drejt për drejt nga Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Për fund, mendoj që këto nuk ka alternativë tjetër. Sa do që mundohen pra të zgjedhin, të japin mënyra alternativa. Këto janë veç dy alternativa. Alternativa e parë është të tërhiqen nënshkrimet dhe alternativa e dytë është të tërhiqen nënshkrimet. Nëse nuk tërhiqen këto, atëherë me një farë ka ose referendum ose zgjedhje. Pra qeveria i ka këto mundësi dhe mbi bazën e këtyre mundësive ka të zgjedhë. Sepse ka bërë gabimin e madh, Kosovës ka dashur që t'ja shtoj Serbinë brenda dhe Kosovës ka dashur që t'i marrë territor dhe t'i jap Malizi. Prandaj nuk ka alternativë tjetër pos kësaj që e thash. Faleminderit. Shikues të nderuar, duke falendëruar Ilir Baldeda nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Sabri Mica nga Bashkimi Demokratik, Sinan Alien nga Nisma për Kosovën dhe Arber Rexha nga Lëvizja Vetëvendosje, këtu e përfundojmë debatin në sonte. Mirupafshim të hënën e ardhshme.